Qysh kalove, çfarë ndjenje është? Ndjenja më e mirë në botë. A ke besu që ka me konë që si ndjenje para se me shku? Nuk më besu, edhe ndjenjat nuk më përshkruan as me fjalë. Qysh ke ndjenja kur e pove çopën për herë të parë? E pa pashofë. A më tregon soja të ki fillimisht? Unë jam 18 vjeç, Edhe haxhi? po haxhi, se jam. Mashallah. Qysh erdhi ideja me shku në haqë? Plani u kom fillimisht çish më kallzu edhe në intervistën tjetër, u kom plani me bobën, për bobës si nuk ju kam bo punë si vjet, edhe boba të ka po insistimin tem, edhe dëshirën tem të modhe, edhe s'ma ka frish shefin me një fjalë. Qysh kalove, çfarë ndjenje është? Ndjenja më e mirë në botë. A ke besu që ka me konë që si ndjenje para se me shku? Nuk më besu, edhe ndjenjat nuk më përshkruan as me fjalë. Kur do që të jepet mundësia, me shumë qef po besoj që ki me shku prapë? Po inshallah, po inshallah. A ke vështira, e konë veç vetë, a e konë me dikon prej familje? Një më kom vetë, po atë kam bo pjesë edhe shoqënia jam, ku kena kalu shumë mirë, se sana. A po të vështira, a pa të vështirësi me kry hoxhin, se ka gjdo procedura, ka gjdo punë? Vështërësit normal që një më kom pak, amo kur je i ri, edhin pak ma shumë të letuen senet edhe nuk e nin. Kështu i bën ma letë. Çfarë mësosh e ki për ata që se kanë do menën haloa me shkua ju? Shkëni sa ma shpejt, edhe shkëni sa ma të ri. Shkëni se më nënu me shiju, kur shkëni se kur je i ri e shijen ma shumë. Qysh ka lutë në haqë? Qysh është procedura? Shumë. Ndjenë pa pashofë. A konë hira por që e konë atje? Jena por që na konë, po e sholla dënë zotin që na peth. Se shumë një. Edhe të gjithë muslimat e sholla ja mësën Allah me shkuatin në dhe. Qysh ke ndjenja kur e pove çopën për herë të parë? E pa pashofë. S'ka fjallë. Së në për shumë. Shumë emocioni fort. Allah ja mësën që muslimat. Me shku në haqë është ka gjë një farë shpenzimi financiar, po a ja vlen? Shumë ja vlen. Shumë. Pas zotin shumë ja vlen. Ja vlen. Jem të punu për këtë donjo këtu, sidomos për xhenet është ja vlen shumë. Që Allah ja mundësa zotin çdo muslimoni me shku me të vend. Ju pasi të shku bashkë, ka? Po bashkë me shku. Qysh ka lutë në përgjithësi kështu bashkë? Organizimi mirë, hoxha e organizatori Afoni Letë Gjakovës. në kanë pështu për gëzimi, për emocione, lutje, kena mbo dhe për këto Allah ja mundësër me shku. Me na tregu qysh ka lutë në haqë? Haqë i mrekullueshëm. Elhamdulillah pe Allahut ka qenë gjithçka në rregull. Organizimi ka qenë fenomenal, e ato shumë për vete, kom përjetu shumë hoxha, po kjo ka qenë diçka i veçantë. A ke shku edhe më herët në haqë? Po më shku edhe më herët. Pse u ktheve apë? Cila është arsyeja pse kthehesh në haqë? Në haqë shkojmë për shkak se kësaj here kam qenë udhëhec prej Kryqëzisë Bashkisë Islame të Kosovës edhe Bashkisë Islame të Prishtinës. Malli është i madh, inshallah na mos të zoti me shkuar prapë, po ky haqë nuk harrohet. Ka qenë diçka i veçantë. Domthonë një pjesë e ekipit hoxhallarëve. Po. Qysh ke organizimi dhe patët ndaj vështirësi për me shku në haqë? Nuk ka pas asnjë, hiç. Me përjashtim klimës pak që e nxehtë, pak ushqimeve, ndryshimi i ushqimeve për disa prej agjive që i ka mundu ka pak, përndryshe ka qenë organizimi hatashëm. Po them ky haqë nuk harrohet. Patëm një rast që një prej haxhilerëve dhe ndroi jetë atje, qysh e përjetut si grup? Është prej Maqedonisë, elhamdulillah që Zoti ja ka mundësue, dëshira është shumë kuj me dhon shpirtin atje. Nuk ka qenë diçka shqetësuese për neve, këtë e dëshirojmë një gjatë tjetër. Hajde fal atë, se po do më shti djerë. Qysh ka lutë në haqë? Kemi kalu qaq mirë që është zarë tash mi përshkru për një herë, krejt qysh kena kalu.
kjo ishte diçka mrekullia e Zotit, veç mrekullia e Zotit që e ka ditën me na mundsu e me shku e më kënaq, e me shiju atë kënaqësi atje. A kanë hera e parë që jeni konë haq? Për mua është hera e parë, po, Çfarë ndjenje ke kur e pove çopën për herë të parë? ishte gëzim edhe vaj për njerë. Ishte edhe gëzim edhe kohë shumë për gëzimit. Qysh me përshkru ma mirë. Të thotë kjo është diçka e pa përshkrushme, një sen që nuk po mujsh e mungije e më ka me zhik me najt halo. Prej qabës, tani kemi kalu e Medine, e Medina është qërshia mbi turt. Aty e kena nijat kënaqësinë shpirtërore, ku e ka shkel me kom Hazreti Muhamedi a.s. Ven ku veni hurmeve, veni bollakut, gjithçka. E kemi bo xhamia, veç xhamia që kemi bo namaz aty nuk po shkruhet. Po thotë që keni kajt, pse ju vike me kajt? Prej qefit edhe prej gulshimit. Prej gulshimit, atë që a ke po kur diçka e ki mbi gëzim, atëherë s'din qysh me shprej edhe konë. Kjo është të kënaqësi. Haxhi kushton kogja shumë financiarisht, po a ja vlen që ato parë me shpenzu për çat kënaqësi që e keni për jetë? Jo që ja vlen, po me konë sen këtë pasunin me shkri e me shku një herë vizit me bo. Për gjithë ata që s'kan mujt me shku, i preferoj me çdo kusht, inshallah ja bjen Zoti, e mujnë me shku me vizitu e më kënaqë. A jeni lodh? A u kon lodhja? Jo, as pak. Lodhja është, po ajo lodhja është e këndshme. Lodhja është normal, e këtu kisha dasht me potencu që sa ma të ri me shku. Se kur ti bëjsh vjet, janë do sfida, por kundrat që sfidat janë të kajshme. Mirë, po sa ma i ri, është kënaqësia me madhe. Faleminderit Ju shumë. bëj thirrje edhe për këtuit, sa ma të ri me shku rinia, me vizitu atë vend, se është kënaqësi. Unë për veti me pas mundësi, që ta shkthejnë edhe një herë e vazhdoj edhe sa Me na kallëzu që shkalu të në haq? Vallaj, kem kalu mirë, kem shkue, kur kom shkue, atje, atëre kom ditë vete ku jam. Çfarë ndjenje është? Tash kur pa shku atje, kom ditë vete ndryshe. E tash kur shku atje, kom boli 3 javë, kur kom krye ubrën e parë, ubrën. Bas ubrën e ka të rëku hoqë, ka me shku që shme por, të qabja nga sjellë 7 herë, sa ma mere nga sjellë atje, këna pi ujtë të mëzimzit. Atër e shik, këj kryj do obligime që e kem pas, tani nga shku të Medina, kër nga shku të Medina kon qef, që të si, po da që kem kryje të gjamia Pejgamberit, edhe tash e di vetën shumë të lumë, shumë grasën se e di vetën ku jam.